Vllaznia e futbollit për femra ka nisur përgatitjet për pjesëmarrjen në kompeticionin evropian, ku pas fitimit të titullit të 13 kampion në Superligën shqiptare, Shortja ka dhënë të luajë direkt në turin e dytë të UEFA Champions League, duke konkuruar në grupin ku bën pjesë Flora e Estonisë, Spartak Mijava Slovakisë dhe Mgar United e Maltës. Vëmendja kryesore e presidentës dhe stafit teknik është përshëndruar në Mercato, ndërkohë për grumbullimin e skuadrës është përzgjedhur qyteti verior i Pukës për vetë klimën e freskët që ofron. Ekipi normalisht masi u shpall kampion ishte pushim, një pjesë e mirë e vajzave ishin të angazhuar edhe me ekipet kombëtare, por me një pjesë prej këtyre vajzave që përfunduan sezonin ishin edhe kontratat që përfunduan. Kështu që sezoni për ne, edhe pse ka përfunduar, vazhdon sepse ne jena shumë shpejt detyruar të marrim pjesë në garat evropiane në turin e dytë të Champions League që zhvillohet me datat 5 dhe 8 gusht. Për këtë arsye janë lënë pak ditë pushim për vajzat, pushim normalisht aktiv sepse ngarkesat që ata do të marrin mos t'i kenë të sforcuar me fillimin e fazës përgatitore. Edhe paralelisht me fillimin e stëvitjes normalisht ekipi është futur në Mercato për të afruar sa më shumë lojtarë cilësorë që këto garat përballohen dhe ky aktivitet përballohet në formën më të mirë dhe të arrijmë ato pritshmëritë tona dhe objektivat që kena. Stëvitja për këto ditë ka qenë në mënyrë individuale nga lojtarët me një plan që ka bën stafi teknik, por këto ditë brenda 2 ditëve ekipi do të fillojë edhe përgatitjet në grup, do të grumbullohet i tan ekipin në Shkodër për disa ditë dhe kemi menduar edhe me mbështetjen e kryetarit të bashkisë Puks, kemi menduar që ekipin ta transferojmë për disa ditë në Pukë, edhe për shkak të temperaturave të larta që janë në qytetin tonë, ta shfrytëzojmë klimen edhe të bëjmë një përgatitje sa më të mirë. Sa i përket Mercatos, presidenti Matia bën të ditur se vllaznia e femrave ka firmosur me 8 futbolliste të huaja që vijnë nga Amerika, Kanadaja, El Salvadori, Brazili dhe Norvegjia. Kemi larguar të gjitha lojtarët që kanë përfunduar sezonin, ju ka përfunduar kontrata, nuk i kemi pa të arsyeshme që me një pjesë këtyne të vazhdojmë bashkëpunimin. Një pjesë tjetër normalisht kanë pretendimet e veta ato që të lozin me ekipet tjera ose nivelet tjera ose edhe të kthehen vendet e tyre. Kështu që dhënat e fundit janë që ne kemi nënshkruar me 8 lojtare jo shqiptare. Këto janë pozicione të ndryshme, 8 lojtarë që kanë firmuar, fillojmë me portierën, kemi mbrojtëse, mesfueshore dhe sulmuese. Domethënë është i përfshirë gjithë ekipin në Mercato në të gjitha rolet, në gjitha pozicionet. E përfaqësuar rregullisht në UEFA Champions League, madje pak vite më parë duke kualifikuar edhe në ndeshjet në grupe, presidenti Matia është optimist që edhe në këtë sezon të ri evropian vllaznia e futbollit të femrave të synojë kalimin e tureve, pse jo edhe të përsërisë kualifikimin në grup, por për momentin përshëndrimi është kalimi i turit të dytë. Pritshmëritë tona të vazhdueshme kanë qenë që ne të bëjmë ekip konkurrues, bëjmë ekip drejt, edhe të arrijmë sa më në kompeticionet evropiane, të kalojmë turre